Artisti nga Debreshi Gostivanit Buran Ahmeti më datë 2 gusht do të hape ekspozit personale me grafika në galerin Verkstat në Zürich të Zvicrës. Ekspozita është titulluar Etno dhe në të pritet që të ekspozoj 25 grafika të realizuara me teknika të ndryshme. Gati se në çdo flet grafike të Buran Ahmetit dominojnë elemente apo fragmente nga tradita si arkitekturore ashtu edhe etnografike, të cilat me mjeshtri i ka thjeshtësuar duke i aplikuar në kompozicion grafik dhe duke u dhënë një vlerë dhe jetë akoma më shumë, pasi që dihet se dita ditës fatkeqësisht këto vlera kombëtare shkojnë në zhdukje. Artisti përmes grafikave të tij të realizuara në teknika dhe madhësi të ndryshme, urvate që të gjithë neve të na përcjell mesazh se tradita, etnografia, zakonet dhe duket janë një thesar i veçantë i kombit ton, të cilin duhet ta ruajmë dhe ta kultivojmë me fanatizëm. Diku hasen motive nga arkitektura e lashtë dhe shtëpitë e vjetra të këtij nënqielli, të cilat dita ditës janë duke u shkatëruar, diku detaje nga veshmbathje tradicionale e diku plisi është i vendosur si element që simbolizon vezën hyrnore nga e cila doli Shqiponja. Kuratori i kësaj ekspozite është artisti Adem Dërmaku. E njëjta do të jetë e hapur nga 2 deri më 16 korrik, ndërsa artdashësit do të mund ta vizitojnë atë nga e marta deri të shtunën, prej orës 11 deri në orën 19. Buran Ahmeti është një nga krijuesit figurativ më aktiv, i cili ka marrë pjesë në mbi 180 ekspozita kolektive ndërkombëtare në kryeqendrat më të rëndësishme të botës, si dhe pjesëmarrës në mbi 80 simpoziume ndërkombëtare të artit. Gjithashtu është edhe kuratori shumë ekspozitave dhe simpoziumeve ndërkombëtare të artit, si në Maqedoni ashtu edhe jashtë saj. Pas kësaj ekspozite, artisti Ahmeti në tetor të këtij viti pritet të prezantohet edhe para artdashësve në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë.